ose të paktën dyshohet që mos e bëjmë fajtor direkt, mos jemi ne personat të cilët flasin për drejtësisë. Jo, të mos jemi ne personat që japim një vendim të parakoshëm, se do jetë, por provat janë aty dhe dyshimet janë shumë të forta, janë dyshime të bazuara në prova konkrete, kështu që mendoj që do të ketë një gjykim të shpejt të ndryshe nga Suel Çela, i cili ka gjasat që të mos gjykohet për shumë vite me radhë, sepse ligji shqiptar nuk e lejon në mungesë. Nga gjithë grupi i Suel Çelës, po thuaj se shumë pak janë ata që nuk janë arrestuar, dhe mirë po, është Suel Çela, i cili me sa duket nuk arrestohet, se i duhet ca kohë kësaj qeverie për zgjedhjet, me fitu ca vota, se a duhet ta nxjerrim Elbasanin 9-5, çfarë bëjmë?